Ka nisur në gjykatën e Sarandës seanca gjyqësore e vdekjes së 29-vjeçares britanike Rebecca Gannon, gjatë një ekskursioni zhytjeje në Bregdetin shqiptar. Gjyqi është kërkuar nga George Gannon, babai i 29-vjeçares. Ky i fundi në një intervistë për News 24 thotë se ndodhet në Shqipëri për të kërkuar drejtësi dhe nuk do të ndalet deri në fund. Vajza ime është vrarë. Në gjyqin e sotëm mungonin disa prova. Gjyqi i radhës do të jetë më datë 7 maj, kur prokuroria të sjellë provat që duhen. Po ashtu duhet edhe një ekspert për zhytjet profesioniste. Nëse nuk e siguron gjykata në seancën e radhës, do ta sjellë vetë nga Anglia. Babai i 29-vjeçares shprehet pesimist për drejtësinë në Shqipëri, pasi sipas tij gjyqi po zgjatet pa arsye. Nëse kjo ngjarje do të kishte ndodhur në Angli, do të ishte trajtuar brenda 2 ose 3 muajsh dhe jo si në Shqipëri për 3 vite. Për ngjarjen ku humbi jetën vajza e tij, britaniku fajson Sajmir Kushovën. Sajmir Kushova është përgjegjës për vrasjen e vajzës sime. Gjithashtu fajsoi edhe qeverinë, pasi nuk janë zbatuar rregulloret që duhen zbatuar, pasi nëse do ishin zbatuar nuk do të ndodhte kjo gjë. Britanika 29-vjeçare Rebecca Gannon humbi jetën gjatë zhytjes në një ekspeditë në nojore turistike që organizoi nga Speranza Diving Center në pronësi të Sajmir Kushovës, i dënuar me 15 vite burg në Norvegji për trafik droge. Në 2022 gjykata e Sarandës vendosi ta hetojë në gjendje të lirë Sajmir Kushovën nëpërmjet garancisë pasërore. Ai kishte punësuar në mënyrë të palishme instruktorin e zhytjes në grupin e tij të punës dhe nuk kishte siguruar kushtet e nevojshme teknike për zhytje.